Shkrimtari dhe aktori i madh shqiptar Çun Lajçi ka shkruar një tekst që po qarkullon në të gjitha mediat dhe rrjetet sociale duke goditur ashpër opozitën kosovare për mungesën e tyre në seancën për zgjedhjen e presidentes së re të Kosovës. Jo, ju se doni Republikën, se doni shtetin, fillon ai me zë të lartë. Lajçi kritikon kryetarët e PDK-s dhe LDK-s, Bedri Hamzën dhe Lumir Abdiqikun, nga hiçi po ja nisi, nga Lumiri e Bedriu, që as nuk deshtën, as nuk ditën, e as nuk u munduen me ditë si fitohet dashnia e popullit, shkruan ai. Sipas tij, këta lider 2 vjet i rrotulluen gurët, thuajse shteti ishte mshef nën ta. Nuk e pan që nën gur ishte hiçi dhe vetja e tyre, tu fundos në të. Ai flet për angazhimin e tij personal duke ecur nëpër Shkup e Shkodër, Mirdit, duke marrë tirçit e gjon markagjonajve për ta, dhe pastaj pyet veten, sa I çmendur jam? Por kritika më e ashpër vjen për atë që ai e quan nata e fundit, jo darka e fundit, se aty sipas tij s'kishte as buk as bes. Ishte darka e lamës dhe Kurti me emrin nga xhepi. Ai lavdëron propozimin për Feride Rushitin si presidente. Zonja Rushiti është nderi I kombit, fjala e bardhë e Kosovës, është emën që I banderat dheut, shkruan Lajçi. Për një presidente si ajo, deputetët opozitar, ata që thirren në dashuninë e madhe për Kosovën, mbram është dasht me qenë në kuvent, pa marrë parasysh a votojnë a heshtin. Pastaj godet pikën më të rëndë, sa turp, deputetët që flasin për dashuninë e madhe që kanë për Kosovën, mbram patën një rast të vogël, me qenë aty, e nuk ishin. Ai kujton se kur votohej për faljen e Çakorit në 12 natës, përmes tymit e rapëllimave mblidheshin deputetët. Tani kur Kosova kishte mundësi të merrte një presidente të denjë, ata nuk ishin aty. Dhe në fund vjen përfundimi I tij I palëkundur. Jo, ju se doni Republikën, se doni shtetin. Ju doni atë që nuk duket në fjalë, xhepin, pallatet që ndërtuhet me parat tona, rehatin. E kur këto nuk ju mjaftojnë, ktheheni te e vjetra, grushti mbi koka e hekurat në duar. Ky tekst I Çun Lajçit, I shkruar më 28 prill 2026, është bërë menjëherë viral, duke marrë mira reagime dhe komente. Shumë qytetare kanë cilësuar atë si zërin e ndërgjegjës së Kosovës, ndërsa politikanët e opozitës deri më tani nuk kanë reaguar ndaj këtyre akuzave të rënda. Lajçi, I njohur për qëndrimet e tij të drejta dhe të palëkundura, ka prekur thellë opinionin publik, duke I kujtuar të gjithëve se të qenët aty për Kosovën nuk është një fjalë, por një akt.